Të nderuar teleshikues, Eselamu Aleikum. Mirë se vini emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Si gjithmonë, bashkë me mua në studio është Hoxha i nderuar Ahmet Kalaj. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Atëherë sot Hoxh kemi një ajet tepër interesant, që është ajeti 12 i surës Dhariyat. Dhe që Zoti i Gjithësisë thot, dhe të pyesin ty pra kur është dita e gjykimit. Në fakt, ne shpesh e gjejmë Kur'an përmendet dita e gjykimit. Pra para se ty të kjo edhe si lidhet me këtë sure, pse përsëritet kaq shumë dita e gjykimit në Kur'an? Faktikisht dita e gjykimit përmendet shumë, po edhe kjo pyetje që ty të pyesin për ditën e gjykimit është përmendur shumë. Pra kemi dy faktorë që janë përmendur shumë, faktorin e ditës së gjykimit dhe faktorin e pyetjes njerëzve se kur do të bëhet kiameti apo kur është dita e gjykimit. Faktikisht dita e gjykimit përmendet shumë sepse është balancimi i vërtet mes kësaj bote dhe botës tjetër. Përmendet shumë sepse duke ditë që ka një gjyq ku drejtësia absolute do të vendoset, njeriu edhe qetësohet, edhe ngushëllohet, po edhe merr forcë dhe optimizëm për të përballë me sfidat e jetës. Sepse fund e fundit e di që edhe sikur shkoj puna deri në fund fare, ai hakun do ta marrë, për këtë arsye duhet bëj maksimumin në këtë botë për të arritur drejtën e tij, për të çuar në vend të vërtetën e tij, edhe nëse kjo në këtë botë mund të çojë në fatalizëm. Nuk ka problem, sepse ditën e kiametit unë do ta marr hakun tim plot dhe do të jem. Pa ajo që është më rëndësishme është pjesa e parë, pra balancon dhe ekuilibron mënyrën se si ne, domethënë, japim vlerë jetës së saj bote. Njeriu në këtë botë është i prirur që të kalojnë dy ekstremet, ose ekstremin që të punojnë për botën tjetër dhe s'ka çfarë duhet jeta e kësaj bote, ose ekstremi tjetër që këtu në këtë botë se bota tjetër, dita e gjykimit. Jo, ne jemi tek e mesmja. Ne jemi tek ajo që ne mundohemi të përfitojmë, të bëjmë punë të mira, po edhe ta jetojmë jetën brenda mundësive në halal sa më mirë, por themi nuk është këtu gjithçka, ka edhe atje matan, Zoti i madh për besimtarët ju jep edhe këtë botë, po ajo që presin botën tjetër është më e mirë, wal akhiratu khayrun laka min al-ula. Pra ahireti është më i mirë se sa kjo botë. Pra, nëse Zoti të ka dhënë mundësi në këtë botë kalosh ca momente interesante, pozitive, të mirësie, dije se çfarë do të përjetosh në botën tjetër është shumë më e mirë se sa jeta e kësaj bote. Pra përmendet shpesh bota tjetër sepse i jep kuptim të vërtet jetës së kësaj bote, i jep kuptim të vërtet përjetshmërisë, pra faktit që njerëzit e kërkojnë vazhdimisht. Shefi i madh në momentin që del një lajm se është zbuluar ose tentohet që të zbulohet përjetësia e tjerë. Pra, fakti që njerëzit po e kërkojnë gjithmonë dhe e duan vazhdimisht do thotë se ekziston diku pavarësisht se njeriu nuk arrin dot. Pra përmendet gjithashtu sepse edhe e inkurajon njeriu për të bërë vepra të mira. Pse? Sepse e di, edhe pse veprat e mira në këtë botë japin pak mund, ose largimi nga mëkat dhe gjunahet ndoshta është anti-trend, ai e din se kjo lloj sakrifice do shpërblehet me xhenet. Po din edhe këtë tjetrën, që moskujdesi i tij ndaj urdhëresave apo lëshimi i tij në ndalesa ka një gjë që është më e rëndë në atë botë, që është zjarri i xhenemit. Pra si më thon, bota tjetër baraspeshon, ekuilibron, nxit, jep shpresë, po edhe e kufizon njeriu ndaj harameve apo ndaj këqijave apo ndaj mosbindjes apo rebelimit. Për këtë arsye dhe përmendet shumë bota tjetër, qysh nga fillimi, pra qysh në faqet e para të Kuranit, në surën El-Fatiha, në surën El-Bekare, dhe kështu vazhdon, le të themi, deri në faqen e parafundit të Kuranit. Pra përmendet bota tjetër dhe ringjallja. Pra me kuptimin që ne domethënë pavarësisht se jetojmë jetën e kësaj bote, por syt dhe objektivi nuk e kemi këtu. Synimi është diku shumë më lart dhe më larg se sa jeta e kësaj bote, por kjo nuk përjashton që njeriu të bëjë një jetë mirë. Për këtë arsye Zoti na ka mësuar në Kur'an, në vendin më të bukur të botës, në vendin më të mirë dhe më të mrekullueshëm, në vendin më të shenjtë të botës, që është Qabja e madhnueshme, ne mes qoshës Jemenit dhe gurit zi themi Rabbena
atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. O Zot, na jep mirë në këtë botë, të mirë në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit, sepse siç e thot ai tjetër kuranor, fa min zuhziha anin nari wa udkhila al jannata faqad faz. Kush shpëton nga zjarri i xhenemit dhe e fiton xhenetin, me të vërtet ka shpëtuar. Po ka edhe një mirësi tjetër të madhe, bota tjetër, që në këtë botë është e pamundshme, e paarritshme, që është shikimi i madh i Zotit. Pra, ka bota tjetër, gjëra që njeriu me të vërtet, domethënë nxitet, shpreson, i hapen dyert e një energjie dhe një fuqie e cila domethënë e bën atë shumë të fortë dhe të pathyeshëm, sepse ai beson se një ditë do të takojë Zotin, një ditë do të shpërblet nga i madhi Zot dhe një ditë do të takoj pejgamberët e Zotit, një ditë do të takoj pejgamberin alayhis salatu wassalam, dhe se kjo botë, siç e ka thënë pejgamberi alayhis salam, kjo dynja dhe kjo botë është për besimtarin një burg, ndërsa për jo besimtarin është parajs. Kështu që sado që të arrijë njeriu në këtë botë për mirësive, për begative, për luksit, duke qenë besimtar, në krahasim me atë që e pren xhenet është kot fare, është asgjë. Qartë. Megjithse rondom mund duket sikur dita e gjykimit nuk është shumë logjike, në fakt dietarët musliman me krye ka qenë plejada shquar Ibn Taymi e thotë se dita e gjykimit është vetëm logjike. Pra fakti që në këtë botë ne nuk marrim drejtësi, pra diku tjetër do e marrim. Tani, me që Kurani ngren shumë pyetje, siç e thatë dhe ju, të pyesin për ditën e gjykimit, pyesin për ditën e gjykimit. Kush është përgjigjja që jep Kurani pra? Atëherë, pra tham dy gjëra, Zoti shpërblet, pra tham e para përmendet shumë dhe e dyta përmendet fakti që të pyesin ty shumë. Pra kemi njerëzit përballë ditës kiametit janë dy kategori, nuk ka të tretë. Ata cilët besojnë dhe ata cilët e mohojnë. Ata cilët e mohojnë pyesin habrakuar, pra me i formë tallje, me i formë injorimi, përçmimi. Ndërsa ata që janë besimtarë o thon kur, domethënë përgatitemi dhe të jemi gati se dhe Kurani ka trajtuar të dyja le të themi mentalitetet. Dhe thotë që besimtarët qeshin me pa besimtar, pra qesh mirë ku qesh i fundit thot populli, pra duket sigur. Feliom alladhina amanu min al-kufari yadhhakun. Sot qeshin besimtarët me jo besimtarët pra ditë kiametit. Pra jo besimtarët pyesin për tallje, për përçmim, kur do të bëhet? Po mirë, na jepi datë kur do të bëhet, me që do të bëhet kiameti. Pra, formë, po edhe atyre Zoti thotë, thuaj o Muhammed që nuk e di unë, e di Zoti. Po edhe besimtarët pyesin, domethënë me arsyetimin e kuptimit orë që të përgatitemi, a e kemi lart, a e kemi afër, dhe Zoti ju jep të njëjtën përgjigje, thotë atë e din Zoti. Pra në të gjitha, madje edhe Xhibrili alayhis salam, kur e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam se kur do të bëhet kiameti, kur është kiameti, tha pejgamberi sa në këtë rast edhe pyetësi, edhe i pyeturi janë njësoj. Pra, edhe ti që pyete nuk di gjë, po edhe unë që po pyetem nuk di gjë. Pra është një dije e fshehtë që i madhi Zot e ka mbajtur për vete, në mënyrë që jeta në këtë botë të zhvillohet në normalitet, sepse të kishte një datë fikse nuk do të kishte më jetë normale. Është njësoj si kur të dinte njeriu ditën kur do të vdesi. Okej, dikush mund ta kuptojë për shkak se i thot doktori për afërsi ose i bëhet dhe vegim dikujt, po flasim përgjithësi, njerëzit nuk e dinë datën se kur do të vdesin. Për shembull, të rinjt, njerëzit, nuk po flasim për njerëz që janë në grahmat e fundit apo në momentet e fundit që mund të kenë vegime, mund të kenë çelje nga Zoti. Po flasim përgjithësi, njerëzit nuk e dinë. Pse se edhe sikur ta dish ti që do të vdesësh 70 vjeç prapë nxihet jeta gjithë jetën. Po afro 70 vjeç. Kështu që Zoti ka marrë sekret. Edhe ditën e kiametit Zoti i Madh ka marrë sekret në mënyrë që jeta të zhvillohet normalisht në tokë dhe se Zoti do që jeta në tokë zhvillohet deri në momentet e fundit, pra deri kur do të jetë dita e kiametit, sepse pejgamberi sa më thotë, kur ti fryhet në sur do të ketë, pra kur ti fryhet bririt, do të ketë akoma njerëz në tokë, pra që do të vdesin edhe kështu me radhë. Pra mirë po, domethënë përgjigjja pra që mos dalim nga tema, i është dhënë përgjigjja. Përgjigjja e cila është dija se kur është fiks e din vetëm Zoti i gjithësisë. Pra data fikse e saj është nga Zoti. Për këtë arsye këto datat, një pacient thon data 2000, e bota natën e 2031 të 99-s kalojnë në ekstrem. Pastaj u dha data 2010, pastaj 2020. Domethënë ose kur kalojnë kometat gjithmonë thonë që do goditë. Pikë budalliqe gjithmonë ne muslimanët, te kjo pjesë jemi të qetë fare, sepse e dim që e vërteta dhe se kur do të ndodhi dita e kiametit, kjo është e fshehur, pra është një fshetë që e din i madhi Zot. Megjithatë, Hoxhë nderuam,
në dy janë specifikat e Kuranit, kur flet për ditën e gjykimit, që presin nga vetë na i shtjelloni. E para është emërtimet e larmishme dhe dyta është argumentet e larmishme për ditën e gjykimit, pra siç është shenja gishtave. Pra pse vijnë këto dy kontekste në Kuran? Atëherë kemi përmendja me emra të ndryshëm duke nxjerrë pa, domethënë një anë ose si më thënë një moment të zhvillimit të saj. Për shembull, dita e Kiametit. Dita e Kiametit, fjala Kiame në Kiameti thot populli, zhargonin e rëndom. Po, dita e Kiametit ose dita e Qametit. Qamet në kuptimin popullor do thotë gjë e rëndë shumë, dhe më të vërtet, Qameti, dita e Kiametit është e rëndë shumë se të dalsh para Zotit. S'ka më aktrim, mbarojnë filmat, s'ka më lojra. Ndërsa Qiyame do thotë të çohesh, të ringjallesh, çohesh në këmbë, Pra Qamet do thotë dita e ringjalljes, po. Jo me yaqumun nasu li rabbil alamin. Ringjallje dhe qëndrimi në këmbë para Zotit. Është quajtur për shembull Yawmuddin, dita e gjyqit të madh, sepse do të bëhet gjyq atë ditë. Është quajtur për shembull al-Qari'a, trokitësia, sepse me të vërtet kur të ndodhi do të trokiten zemrat. Al-Waqi'a, dita reale, dita e vërtet. Pra, nëse ka një ditë reale, ku gjërat do të kenë çmimin e vet real, është dita e Kiametit. Dita e vërtetës, ta them. Khafidatun rafi'a. Aty do të vlerësohen ata që kanë vlerë dhe do të vlerësohen ata që s'kan vlerë, domethënë. Për emrave të bukur për shembull që ka dita e Kiametit është Yawmul Fasl, dita e ndarjes gjërave. Në këtë botë i ke kështu, ka dhe lëraman në këtë botë, fut këtej, numërohet edhe këtej. Dita e Kiametit është Yawmul Fasl, do të gjatë ndahen. Si thot edhe gjymtyrët do shmojnë kundër atij që ai që do me hec me bel si i thon populli, ai Yawmul Haqqa, dita e të vërtetës absolute. Pra ditë nuk mund të ketë hamendësime, gjose ky mund, s'ka ditë, është dita e të vërtetës absolute. Pra i ka disa emra ka dhe emër shumë interesant. Yawmut Taghabun, dita e të mashtruarve. Çdo thotë dita e të mashtruarve? Ka njerëz që aq shumë kanë mashtruar në këtë botë dhe kanë iluzionuar në këtë botë saqë kanë besuar vetë mashtrimin e tyre. Pra ka njerëz në këtë botë, edhe pse në një moment caktuar reflektimi, ai di që është në të kotën, ai di që nuk është mbartësi i të vërtetës, sepse çdo njeri ka momentin e ndërgjegjes, që momentin e reflektimit çdo njeri. Mirë, po çka ka ndodhur? Për shkak të pushtetit, për shkak të pozitës fetare që mund të ketë, për shkak të luksit që mund të jetojë, për shkak të famës që mund të ketë, ky reflektimi humbet shumë shpejt sepse e mund kjo gjëja dhe çfarë ndodh? Nga që ka një sulm të brendshëm, fillon dhe jep argumenta vetes, derisa të vini një moment që të kotën e besimit të tij ta besoj si të vërtetë. Të kotën e pushtetit të tij përballë Islamit ta besoj si s'ka pse ta humbi fundit për një fe, për një besim. Mirë, po kur vjen dita e Kiametit, kupton se ka bërë tregti të gabuar. Dhalika yawmut taghabun. Taghabun në gjuhën arabe është kur dikush ta fut në tregti. Kur dikush të mashton në tregti. Dhe ka njerëz, pra, që kanë vetë mashtruar veten e tyre në formë të tillë saqë kanë besuar të pavërtetën si të vërtet, kanë besuar të gënjeshtën si të vërtet, duke e ditë ata brenda vetes tyre që nuk kanë. Për këtë arsye tha Zoti për një rast epik kuranor, tha Zoti për Firaunin, tha ai e mohoi me gojë, po brenda tij ai e dinte të vërtetën. Për këtë arsye, domethënë, është quajtur gjithashtu në Kur'an dita e zbulimit. Çfarë zbulohet? Zbulohet e vërteta. Pra njeriu mund të paraqitet, mund të shitet, mund të thotë shumë gjëra, mund të shtiret, po ditën e Kiametit nuk ka, jo me tu bles sarair, atë ditë dalin të fshehtat haptas. Këto momente të reflektimit, ditën e Kiametit, domethënë, për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, nuk dënojmë askënd pa ardhur atij argumenti i qartë. Argumenti i qartë nuk është kush ty të vi profeti Muhammed te Gdera, alayhis salam, thotë o njeri, dëgjoj, Kur'ani më ka zbrit, jo më zotëri. E vërteta është në momentin që ty të vjen argumenti mbi Islamin dhe ti bindesh që ky Islam është i vërtetë dhe profeti Muhammed është i dërguar i Zotit, mbaroi historia. Dhe se dia jote se ai është profet apo kjo është feja e Zotit, nuk është e mjaftueshme që ti të kalësh klasën në botën tjetër, jo më zotëri.
Në momentin që e kuptove, duhet ta pranosh. Nëse nuk e pranon, quhesh mohues. Pra për këtë arsye, ka disa emërtimi i ditës Kiametit në Kur'an ka ardhur duke përmendur momente të zhvillimit të saj. Ndërsa normalisht që Kur'ani jep shumë argumenta dhe fakte që njeriu të bindet se ka botë tjetër dhe ka ringjallje. Për le të themi për pika kryesore, pra Zoti i bën thirrje njeriu të meditojë, të meditojë në jetën e kësaj bote. Nëse nuk do të kishte botë tjetër, çdo gjë këtu është e pavlefshme dhe kot. E Zoti tha mos vall gjë. A mos vall mendua se ju kemi krijuar kot dhe ju në ditë tek ne nuk do të ktheheni. Pra, besimi se nuk do të kthehesh e bën këtë botë kot dhe të pavlefshme. Për këtë arsye dhe është mshuar shumë kësaj pjese, është fut pastaj në argumentet le të themi e kësaj bote, origjina e krijimit të njeriu, i është futur, ka dhënë si argument gjumin, ka dhënë si argument botën bimore, ka dhënë si argument botën shtazore, ka dhënë si argument mrekullit që ju ka dhënë profetëve si rasti Ibrahimit a.s. kështu me radhë, të gjitha këto që njeriu të kuptojë se nëse beson Zotin, nuk mund të mosh botë tjetër. Dhe njëri i cili mohon botën tjetër do të thotë se nuk beson Zotin faktikisht, sepse nëse themi se kemi të bëjmë një Zot që është absolut, i plot fuqishëm, i gjithë pushtetshëm, ku dija dhe pushteti dhe fuqia dhe vullneti dhe dëshira e tij e tjerë janë absolute, atëherë ku është problemi që Zoti ta ngjallë të vdekurit? Tani mund bëjmë një pyetje shumë thjesht për gjithë ata që kanë dyshim. Ju themi pyetjen e mëposhtme. A beson se ka Zot? Po. Zoti mund ta ngjallë të vdekurin? Po ose jo? Ai do thotë jo për shkakun. S'beson Zot. Sepse nuk mund të jetë Zot po s'pati fuqi për gjithçka, po s'pati vullnet për gjithçka. Ka ndodhur shembull me nëse besojnë në Zot, atëherë ka fuqi Zoti ta ngjallë të vdekurin? Normalisht. Mbaroi historia. Këtë e ka thënë Zoti në Kur'an. Fakt logjika është që e bën sepse ta shpikësh është e vështirë, përse ta rikrijosh, pra u shpik iPhone-i, po në Kur'an riprodhimi është më i thjeshtë. Në Kur'an e përdor këtë argument për logjikën e dobët njerëzore. Thot Zoti, rikrijimi është më i lehtë. Kështu e thot Zoti në Kur'an. Ka ecë me logjikën njerëzore me këtë që thua ti. Që ta kuptoj njeriu. Kështu që domethënë për këtë arsye pra i mshohet edhe sepse domethënë flitet aq shumë për botën tjetër në Kur'an saqë bota tjetër merr 1/3 në Kur'anin. Qartë. Pra domethënë ne kemi shumë të nevojshme këtë pjesë. Pra kemi nevojë për doktrinën, për besimin, kemi nevojë për adhurimin dhe kemi nevojë për të ditë se çfarë ndodh mbas gjithë kësaj. Ore, po besojmë, po adhurojmë, a do të shpërblemi ditë apo do të jemi si gjithë të tjerët? Masa e vërtet. Në fakt, disa dietarë thonë që përshkrimi i ditës gjykimit në Kur'an është një lloj skenare filmik. Pra, se do dalin njerëzit para Zotit, takime profetët, syri, xhenemi, xheneti. Domethënë një lloj panoram filmike. A mund ta thoni disa nga stacionet ose ngjarjet e ditës gjykimit, pra, cilësitë e saj? Faktikisht, përpara se më thënë këtë, kjo është shumë e rëndësishme, sepse koncepti i botës tjetër në Islam nuk është shpirtëror. Koncepti i botës tjetër në Islam është trupor shpirtëror. Fizik, do kemi edhe fizionomi. Do të jetë edhe fiziku, sepse ka njerëz që besojnë se bota tjetër dhe zhvillimi i botës do të jetë diçka shpirtërore. Jo, në Islam bëhet fjalë për një ringjallje ku do të jetë trupi, ku do të jetë shpirti, ku do të shpërblehet trupi dhe shpirti dhe ku do të dënohet trupi dhe shpirti, sepse po të ishte puna shpirtërore, puna e gjumit pastaj. Për këtë arsye Zoti në Kur'an, domethënë, ka përmendur detajet të qarta, siç e thatë ju si pjesëza filmi, që po të bashkosh ti merr një përshtypje të përgjithshme se si do zhvillohet dita e Kiametit. Po, është e vërtetë. Në Kur'an përmenden me detaje, pra në mënyrë që njerëzit asnjëherë mos ta mendojnë se kjo gjë do të jetë shpirtërore, se kjo gjë është thjesht diçka që Zoti e ka sjellë në mënyrë metaforike apo në mënyrë figurative që njerëzit të jenë kujdesshëm këtu në këtë botë. Sepse e kemi edhe këtë lloj, le të themi, tendence që po Zoti ka thënë që njerëzit jo, nuk është e vërtetë. Zoti i ka thënë që njerëzit kuptojnë se kjo është reale. Për këtë arsye flet Zoti për detaje, në xhenet detaje, në xhenem detaje se si do të dënohen, se si do të jetë dënimi, si do të digjet lëkura, kështu me radhë. Po kështu edhe ditë Kiametit, si do të vendosen peshorët, si do të kalojnë njerëzit, si do të jetë ura, detaje. Pse? Njerëzit duhet kuptojnë se është botë edhe ajo.
Pasi që jemi ne këtu në një botë, siç kemi qenë në një botë shpirtrash, që s'mbajnë mend asgjë nga bota e shpirtrave, jemi këtu në jetën e kësaj bote, do të jemi në jetën e varrit që është botë tjetër, pastaj do të jemi ditën e Kiametit që është botë tjetër, pastaj mbyllen kapitujt në xhenet ose në xhenem. Pra përmenden detaje të tilla në mënyrë që njerëzit kuptojnë se është diçka reale, jo diçka, domethënë, thjesht shpirtërore apo me kuptim metaforik kështu më radh. Normalisht që përmenden në Kur'an, le të themi, përmendet në Kur'an detajet e fryrjes në sur, pra ose e fryrjes bririt. Si thënë ra gongu ose ra zilja, po. Ai sinjali i parë, domethënë. Kemi faktikisht sinjalet e fryrjes në bri janë 3. Sinjali i parë e muës është kjo që thotë bota dëgjon diçka, por nuk se kupton. Një sinjal shkon gjithë botën. Pastaj vjen si ato alarmet dhe bombë famore që ngjënë. Pastaj vjen e dyta që vdes çdo gjallës, pastaj vjen e treta, mas 40 ditësh thot, bie shi mbi tokë, 40 ditë, pastaj vjen momenti fryrja e dytë, faktikisht që quhet e dytë se e para nuk konsiderohet. E dyta ose mund ta rendisim si tretën, atëherë njerëzit mas 40 ditë shi që bjerë mbi tokë, atëherë thot njerëzit do të mbinë nga varret e tyre siç mbin bima. Në momentin që mbin njerëzit, pra mbin trupi, atëherë vjen tek çdo trup shpirti i vet. Pra i frytësurit edhe vjen tek çdo shpirt, tek çdo trup shpirti i vet. Pastaj është ai momenti i pritjes, pastaj vjen momenti i ndërmjetësimit, pastaj vjen momenti i rezervuarit, pastaj vjen momenti i llogarisë që ka dy dimensione për besimtarët e devotshëm dhe për të tjerët. Pastaj vjen momenti i peshores, pastaj vjen momenti i shpërndarjes së regjistrave të veprave të njerëzit, pastaj vjen momenti i urës së siratit, pastaj vjen momenti i urës kantare, pastaj vjen momenti i xhenetit, për xhenetit, ndërkohë që për xhenemit ka filluar që është momentin që njerëzit nuk e kalojnë urën e siratit. Pa shkurtimisht se edhe mund na ketë shpëtuar në një detaj, pra shkurtimisht ky do të jetë dhe zhvillimi i ditës Kiametit. Në stacionet që do të ndjekin njerëzit normalisht. Atëherë hoç ne shkëputemi për një ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Të nderuar teleshikues, ja pra kur rikthyer sërish në studio me hoxhën ton Ahmet Kalaja. Atëherë hoxhë nderuar, në fakt folëm për fundin. Pra le të themi fundi i ekosistemit, ju tha 40 ditë do të bishi ju, pra çdo gjë do të neutralizohet, azgjësohet, vetëm Zoti do të qëndrojë. Po mirë, ky fund a ka simptoma? Se edhe njeriu kur vdes, i shpiket dismuni diçka, një sebeb. Faktikisht këtë që thoni ju si pyetje ka bërë Xhibrili alayhis salam, kur pejgamberi alayhis salam u pyet, domethënë se kur do të bëhet Kiameti, ajo pyetje pra thamë ne e bër nga të gjithë. Tha pejgamberi alayhis salam nuk e din as i pyeturi ose i pyeturi nuk din më shumë se sa pyetësi. Atëherë tha Xhibrili alayhis salam, tha po mirë, a më tregon shenjat e saj? Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i përmend disa shenja. Këtu dietarët i klasifikojnë shenjat paralajmëruese ditës Kiametit në dy ndarje. Shenjat e vogla paralajmëruese, shenjat e mëdha paralajmëruese dhe një shenjë ndërlidhëse. Shenjat e vogla paralajmëruese të Kiametit duke filluar me ardhjen e profetit alayhis salam si pejgamber, me vdekjen e tij, me çlimin e Kudsit Sherifit, me çlimin e Konstantinopolis etj. Pastaj shenja lidhja, si më thon, le të themi shenja ndërlidhëse mes tyre është ardha e Imam Mehdiut. Pastaj fillojnë ose janë shenjat e mëdha të Kiametit. Normalisht që shenjat e vogla të Kiametit do të thotë ka gjëra që kanë ndodhur si shenja paralajmëruese të Kiametit dhe nuk përsëriten, ka shenjat të Kiametit të cilat janë shenjat e vogla paralajmëruese, por që përsëriten vazhdimisht, siç është për shembull luftra, tërmetet, siç është për shembull quajtja e alkoolit me emra të tjerë, lejimi i moralitetit etj. Muzika, ka ndodhur kohë mas kohe, pra nuk është se nuk përsëritet, dhe kemi disa shenja të vogla të Kiametit që bëhet fjalë mos ke ndodhur. Pastaj vijnë shenjat e mëdha të Kiametit. Shenjat e mëdha të Kiametit, siç thot pejgamberi alayhis salam, thotë janë si ruaza në një fije peri, po të pritet fija e perit, ndjekin njëra tjetrën. Pra, ndryshe nga shenjat e vogla të Kiametit, që mund të ketë edhe hapësirë dhe distancë kohore mes tyre, shenjat e mëdha të Kiametit fillon e para, e dyta, e treta, e katërta, e pesta, e gjashta, e 10 mbaron
Pra është një ndoshta më e shkurtër dhe gongu i madh që e quajt e ti, pastaj e dyta, pastaj dita e ringjalljes. në fakt sa herë ka luftra në vëmendjen e masave muslimane, xhamateve, sillet në vëmendje ardha Imam Mehdiut. Pra në rasti konkret, para se të çlirohesh Siria, pra njerëzit me të madhe trumbetu ndoshta erdhi koha e Mehdiut. Në çfarë faze jemi? A ka mbaruar të voglat dhe po vijnë të mëdhajet, sepse normalisht njerëzit i trenë këtë. Njerëzit nguten një çik te kjo pjesë, nguten me kuptimin me kuptimin e përshpejtimit të interpretimit të ngjarjeve. Ka shumë ngjarje që përsëriten dhe janë të ngjashme. Qartë. Kështu që kur komenton një ngjarje se kjo është për shenjave të Kiametit, ti patjetër duhet që çfarë ndodhi mas kësaj, duhet të jetë ajo që është përmend në hadith, sepse ka hadithe që thotë ndodh kjo dhe pastaj ndodh kjo. Në momentin që ti thua kjo është ajo që është përmend hadith dhe mbas kësaj nuk ndodh ajo, do të thotë se ja ke fut kot. Dhe ka njerëz që nguten shumë te kjo Pra pjesë. çështje gajbi. Dhe ka njerëz që merren me teoritë konspirative që i ngatrojnë teoritë konspirative me shenjat e Kiametit dhe bëjnë gjullurdi dhe ngrejnë huti. Kemi gjë tjetër, domethënë njerëzit le të themi që shohin padrejtësinë e madhe, ku dëgjon edhe thonë po kur do të vi Mehdiu që të rregullohet bota. Po Mehdiun e kemi këtu brenda vetes tonë. Po të rregullojmë veten tonë, erdhi apo nuk erdhi Mehdiu, ne në botën tjetër nuk do të pyetemi a erdhi Mehdiu në kohën tënde. Ne do të pyetemi ti, o Mehdi, Mehdi, a e ke fal sabahun në Mehdi, a e ke fal drekën, a e ke fal ikindin, a e ke fal sunetet, a e rrit për haramit, a e rrit për a ke zbatu normat e halallit. Ky është çdo njeri prej nesh është Mehdiu i vetes vet, domethënë. Pse do të rrim me ëndra apo të flejmë gjumë derisa të vi Mehdiu? Jo. Mehdiu do të vi kur të jetë rregullu situata, kur të jemi të përmirësuar ne, kur ne të jemi të aftë për të përballë vet me çdo gjë, mos kemi nevojë të mbështetemi askënd dhe tek askush. Qartë. Pra kjo është ideja e rëndësishme për të qetësuar dhe vëllezërit dhe motrat që po na ndjekin, shenjat e vogla të Kiametit akoma nuk kanë mbaruar, kështu që nuk ka asnjë lloj hapësire për panik apo për shqetësim. Jemi akoma në kohën e duhur që duhet punojmë, duhet veprojmë, duhet kontribuojmë, duhet japim shembullin e mirë kështu me radhë. Për këtë arsye, në një rast shumë interesant, vjen një burr tek pejgamberi alayhisalatu wassalam, i bën atë pyetjen e famshme, pra pyetjen kur do të bëhet Kiameti. Thotë Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, thotë ishim një ditë me pejgamberin alayhisalatu wassalam në Medinë dhe erdhi dikush dhe ju afru pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e pyeti: "O pejgamberi i Zotit, tha, kur do të bëhet Kiameti?" Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam normalisht kuptoi që personi nuk ishte banor i Medinës, se ky kapitull ishte mbyllur me kohë për banorët e Medinës. Mirë po sahabët ju pëlqente kur vinte në një kështu nga larg që s'dite çka ka ndodhur në Medinë dhe bonte pyetjet që këto ndoshta përsëritje. Ose pyetje që këta nuk guxonin, pyetje ndoshta shumë thjeshta. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me pak kështu i tha: "Po mirë," tha pejgamberi sa, "ti çfarë ke përgatit për të?" Ati sikur i ra pika. Sa ai nuk e priste, ai mendoi që pejgamberi do të thotë mas 10 vjeç, mas 100 vjeç. Tha: "Po ti çfarë ke përgatitur për të?" Ai thotë nesër sikur i ra pika, burri nuk e priste. Pastaj u mendon pak dhe tha: "O pejgamberi Zota, dëgjota, unë ndoshta nuk dallohem me namazin tim apo me agjërimin tim. Ama tha për atë ditë kam përgatitur dashnin për Zotin dhe dashnin për profetin e tij, Muhammedin alayhis salam." Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Al-mar'u ma'a man ahab." Do të jesh me ato që i do më shumë ti. Tha Enes ibn Malik, transmetuesi i ngjarjes: "Pashallahu, thot, ka qenë dita më e lumtur e jona mbas pranimit të Islamit." Sepse komenton tani Enes ibn Malik, thot: "Allahu i dërguari i tij, Ebu Bekri dhe Omeri janë më të dashurit e zemrave tona, shpresojmë që të jemi ditën e Kiametit me ta." Pra ideja është, domethënë, këto pyetje, ky lloj diskutimi duhet të na çojë në reflektim, në përmirësim të vetes, të jetës, edhe jo thjesht mbetet një diskutim, le të themi, argumentash edhe kundra argumentash edhe të naftohet zemra. Teknikaliteti pra është dashuri, është edhe më shumë për vepra të mira. Ka edhe frym tjetër. Dhe mi pyetje kështu për ta përmbyllur, ka dietar musliman që thonë fëmijëve mas moshës 7 vjeç duhet t'u flitet për xhehenemin, pra foli për xhenetin, për të mirësitë e Zotit, për si mund të shpjegohet fëmijëve kjo, grave ose njerëz sa kanë hyrë në Islam, domethënë, pak a shumë fillestarëve. Faktikisht është mirë që të flitet për botën tjetër, po duhet përshtat me çdo kategori dhe me çdo, le të themi,
grup njerëzish sipas le të themi mundësisë tyre për t'i kapur gjërat. Po ajo që është shumë e rëndësishme se ne duhet ta mbjellim këtë gjë. Për shembull, jo të flasim kalamajve për xhenemin, se xhenemi ai akoma s'është bë përgjegjës. Ndërkohë që mund të flasësh fëmijëve për xhenetin. Ndërkohë që mund të flasësh fëmijëve se Zoti na shef. Çfarë do i themi Zotit kur dalim një ditë përpara Zotit? Edhe e lën kaq. Domethënë thjesht i bën mbjelljen sepse ai me rritjen, me zhvillimin do t'i kuptojë gjëra. Atë të falim namaz se Zoti na japin botën tjetër xhenetin. Kujdes me këtë se Zoti dënon botën, pra mund t'japim sinjale që ai pastaj i mendon duke u rrit, duke u zhvilluar, ndërkohë që pjesa tjetër. Kurse kur kemi të bëjmë me të rinë islam, do të thonë është më mirë të flasim për shpresën dhe për mirësitë dhe bekimet dhe dashurinë e Zotit përpara se të flasim për xhenemin. Okej, xhenemi ekziston, ne nuk mohojmë askush atë. Po ideja është që të jep një herë shansin dhe jep një herë, si më thon, mundësinë e mirë përpara se të përmendesh të keqen. Po, domethënë edhe në Mekë Zoti u prezantoi me të mirat njerëzve, pastaj në Medinë erdhi pjesa tjetër. Ka pas libra brez mas breze dhe kohë mehasinul islam, mehasinu hadha din, mirësit, vlerat, çfarë bekimesh ofron Islami për njerëzimin. Dobit, stimujt. Pra ti mund thuash edhe këtë, për mirësive të Islamit është se s'dënohesh në xhenem. Për mirësive të Islamit është se ti nuk dënohesh në jetën e varrit. Bile kjo mund të jetë edhe një tematikë shumë interesante, pra që të quhet mirësitë që ofron Islami për individin dhe për njerëzimin. Dobi dhe përfitimet që mund të ketë Islami. Hoxhë nderuar, ne normalisht morëm pak ajkën e ditës gjykimit, sepse kjo don disa emisione, stacionet, ngjarje ndollit. Dhe besoj në emër të shikuesve për ju falenderoj që ishit sot me ne në studio dhe që bët atë trajtimin ta themi sa më popullor, sa më të kuptueshëm për njerëzit, pra larg skolastikës, larg një lloj literature të pakuptueshme ndoshta për njerëzit dhe një lloj shtjellimi, pra ta themi kështu të kuptueshëm. Allahu shpërblet. Gjithashtu ju falenderoj dhe ju teleshikues nderuar që ishit sot me ne në studio.